bie kështu apo jo? Po kushtrim, atë që keni bërë dhe ju pyetje ka po shkon LDK-ja në këtë emision, unë besoj që sot u konfirmua që LDK-ja përmes bashkimit po shkon drejt rikthimit dhe forcimit. Pra, përmes bashkimit madh që u bë para zgjedhjeve, po shkon rreth rikthimit më të fuqishëm në skenën politike dhe forcimit saj. Dhe forcimi nënkupton atë që ndodhi edhe sot, në fakt që forcimi nuk nënkupton vetëm thjesht diktat politik nga qendra në bazë, por nënkupton demokraci të brendshme dhe vendimarrje demokratike përmes strukturave dhe organeve. Dhe ajo që u pa sot është që diku kjo përfaqëson rreth 80% të përkrahjes së përgjithshme të bazës LDK-s për kryetarin Abdi Gjiku dhe bashkimin e tij me presidentin Osmani, pra në këtë rrugën e bashkimit, që i bie se është riforcue pozicioni i tij në raport me 31 janarin, që ishin diku rreth 45% kundër në atë proces votimi, tani janë vetëm 20%, mund të themi në shifra të tilla, dhe kjo përcakton një rikthim, një përforcim edhe më të madh të pozicionit të tij. Por zoti Hasan Pame, nuk marrin pjesë as Imre Ahmeti, as Gaz Muhaxheri, as Abdullah Hoti, as Driton Selmani, as Florian Dushi, në një situatë kur LDK-ja është duke kërkuar bashkimin e madh, janë ata të cilët